Jemi në fshatin Kallmet, Bashkia Tiranë, diku 18 kilometra nga sheshi Skënderbej. Kjo është shkolla e fshatit. Po prisnin nxënës. Në fakt nxënës nuk ka. Vendin e nxënësve e kanë zënë për fat keq baktit. Shkolla u bë disa vjet që është mbyllur. Është shkollë fillore dhe këtu ka patur disa dhjetra nxënës. Sot për fat keq nuk ka asnjë të tillë. Ja është një nxënës e re e ditëve të fundit që po na përshëndet me sa duket nga dritarja. Ndjes për ironin, por në fakt është dhimbje që flet. Kjo sepse sipas të dhënave zyrtare, vetëm në 10 vitet e fundit në Shqipëri janë mbyllur më se 295 shkolla nëntëvjeçare. Është një shifër alarmante, sepse këta fëmijë nuk është se po shtohen drejt Tiranës. Këta fëmijë po largohen së bashku me familjet e tyre. Dhe arsyet ju i dini, janë të shumta. Siç mund të rendisim në këtë fshat, jemi në Tiranë, në një fshat të Tiranës. Dhe këtu keni këtë rrugë, nëse mund të quhet e tillë, në një fshat në Tiranë, nuk ka ujë për të pirë, nuk ka ujë vaditës, nuk ka asnjë lloj mbështetje. Si do jetojnë banorët tu? Atëherë padyshim, si nga këtu e si nga kudo, po largohen. Dhe nuk po kthehen më pas. E bashkë me to, familjet po marrin edhe fëmijët, dhe duke marrë fëmijët, shkollat po mbyllen dhe po kthehen në vende ku mbahet baktia. Ja, kjo është padyshim dhimbja më e madhe e vendit. Prandaj duhen projekte për të investuar edhe në këto zona fare afër, që të keni të ardhme. Prandaj duhet mbështetje për të rinjt, prandaj duhet meritokraci për të rinjt, prandaj duhet shtytje për të rinjt, prandaj duhet një ekonomi më e denjë, sepse përndryshe, nga 295 shkolla që janë mbyllur deri më tani, do të disafishohen. Dhe në të ardhmen, nuk do të kemi vetëm këto shkolla pa nxënës, po do të kemi edhe shumë shkolla në qendër të Tiranës.